Jo më ka të thëmë se në katon, kur do me gjetë një punë, e gjenë sa herë dush. Që tashme që është edhe fillimi i pranverës edhe është koha më e mirë për me li pemt me qereq. E në katë lirë normal që në katon e plotëson atë kohën, po deshte me e plotësohu. Edhe merresh edhe është një sport shumë tërhec kjo, mu marrë me pemte, me këto gjanat e stinës pranverës që tash. Edhe ne vazhdojmë lim pemë sepse është edhe një mënyrë dezinfektuese e trungit pemës shumë e mirë me qereq kuptohet. Nuk ka gjë më të mirë për pemën se sa dezinfektimi i trupit, se kretë mikrobet e vitit kaluar dimrit hinë nëpër likurën e pemës, edhe qereqi është dezinfektuesi më i mirë. Masi kena li pemë tjera si kam në përgjithësi kretë, më kanë met edhe pak domethënë, edhe e kryjm procesin e pranverës për pemt të shëndetshme. Inshallah s'na i prish si vetë, nuk ndodh sigur vetë si na prishit ftofti, gjithsesi ne duhet me ja bon hismetin, ndërsa punën tjetër të prodhimit të këtij ku Zoti në dorë. E lusim Zotin që si vetë mos na bonje në i dimën ka prilli, si me na i thopem që është na i thap vetë. Inshallah. E na duhet me va bon hismetin në mënyrën më të mirë të mundshme.